Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Lëvizja vetëvendosje konfirmohet forca e parë politike dhe pas zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në Kosovë. Pas numërimit të rreth 99.26% të votave, partia në pushtet prin me rreth 49% ose 426.000 vota. Pas tyre vjen Partia Demokratike e Kosovës me rreth 21% dhe e treta është Lidhja Demokratike e Kosovës me 13.6%. Pas rezultateve paraprake në kuvendin e Kosovës, lëvizja vetëvendosje garanton 55 mandate deputetësh. Partia Demokratike ka fituar rreth 23 mandate deputetësh, Lidhja Demokratike 15 mandate, ndërsa Alianca për Ardhmërinë e Kosovës 6 mandate. Në krahasim me zgjedhjet e shkurtit, lëvizja vetëvendosje është rritur me të paktën 7 deputet nga 48 që kishte mandatin e kaluar. Ndërkaq PDK-ja humbi një deputet. Humbësja më e madhe është Lidhja Demokratike e Kosovës, që ka pësuar një rënje me 5 deputet, ndërsa Nisma duket se ka mbetur jashtë kuvendit. Janë ende pa u numëruar votat me postë dhe ato në përfaqësi diplomatike. 20 ulëse të tjera në kuvendin e Kosovës ndahen në 10 për komunitetin serb dhe 10 për komunitetet e tjera. Shumica në kuvendin e Kosovës garantohet me 61 deputet. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë njoftoi se 84.24% e votuesve të diasporës të regjistruar për votim në përfaqësi diplomatike jashtë vendit kanë shfrytzuar të drejtën e votës. Nga 29 përfaqësi diplomatike me 19.000 shtetas të regjistruar kanë votuar 16.156 prej tyre, apo 84.24%, ndërkaq nga votimi përmes postës numri i përgjithshëm i votuesve të regjistruar ka qenë rreth 58.000. Deklarojnë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë. Sipas të dhënave paraprake, nga i 57 vend votime me kusht në 38 komuna të vendit në përgjithësi janë evidentuar në sistem mbi 9.900 votues të regjistruar për të votuar me kusht. Pas shpalljes së rezultateve paraprake, kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti shpalli fitoren e partisë së tij në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Për kreu në detyrë të qeverisë, në këto zgjedhje fitoi Populli dhe Republika e Kosovës. Me 9 shkurt, si vjet, fitoi lëvizja vetëvendosje me partnerët. Me 28 dhjetor 2025, fitoi Populli i Kosovës dhe Republika. Urime fitoria më e madhe në historinë e vendit. Tash na presin shumë punë përpara. Rezultati sotëm na ka bërë të qartë që duhet të ecim përpara pa vonesa. Krahas asaj, ai shprehur i gatshëm të bashkëpunojë me opozitën për marrëveshjet ndërkombëtare, duke theksuar se bllokadat janë të pamundshme. Unë jam interesuar që të bashkëpunoj me opozitën me njëherë për ato që na kanë ngelur pa u miratuar, pra 3 marrëveshje ndërkombëtare lidhur me mbi 120 milion euro të bankës botërore, prej të cilave 90 milion janë mbështetje buxhetore, rreth 20 milion kanë të bëjnë me qerdhet për fëmijë dhe 20 milion të tjera kanë të bëjnë me sistemin informativ shëndetësor, si dhe pa harruar 880 milion euro të planit të rritjes së Bashkimit Evropian. Për këto na duhet një shumicë prej 2/3. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, premton se nuk do t'i largohet përgjegjësisë për rezultatin e zgjedhjeve të partisë më të madhe opozitare në Kosovë. Në një konferencë për shtyp pas daljes së rezultateve paraprake, Bedri Hamza deklaroi se ka pritur rezultat më të mirë. Sigurisht, Partia Demokratike e Kosovës ka prit rezultat më të mirë, unë kam prit rezultat më të mirë, i nevojitet tjetër rezultat Partia Demokratike e Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës ka rrit me rrit votën e vet, me rrit elektoratin e vet. Pozita i ka edhe përgjegjësi të veta, kur jem pozitë ki edhe përgjegjësi, sigurisht se unë nuk jam prej atyre që iku edhe shefna mas përgjegjësive. Hamza uroi si Albin Kurti në ashtu dhe lëvizjen vetëvendosje për rezultate, teksa apeloi të mos ketë vakum institucional. Që shpejt konstituohen institucionet, vendit ketë institucione, mos të kemë vakum institucional, vazhdon puna, pa se mjaftueshëm kemi pas blokada edhe mungesa, dhe secili ta kryjmë punën e vet, edhe partitë që kanë fituar, po edhe ne që mund të jemi në opozitë me do kontributin tonë mana përgjegjësive tona. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës paralajmëroi reformim përmes zgjedhjeve të brendshme në parti. Lidhja Demokratike e Kosovës pranon humbje në zgjedhje. Kryetari i partisë, Lumir Abdixhiku, tha se rezultati i kësaj partie në këto zgjedhje nuk është ai që ka pritur dhe dëshiruar, por thekson se është një moment reflektimi. Rezultati i LDK-s nuk është ai që e kemi pritur, nuk është ai që unë si kryetar kam dëshiruar ta shoh ndonjëherë. Ky është një moment reflektimi i thellë i përgjegjësisë dhe i seriozitetit politik, kur qytetarët e Kosovës flasin, ne duhet t'i dëgjojmë. Kur populli jep verdiktin e vet, ne duhet patjetër ta respektojmë.
Demokracia funksionon kur udhëheqësit janë gatshëm të bajnë përgjegjësi, jo vetëm kur fitojnë e kur kanë fest, por edhe kur kanë humbje si kjo. Ndërsa nuk përjashton mundësinë e largimit nga drejtimi i kësaj force politike, pritet thirrja e kuvendit të partisë. Dhe sot në këtë moment sfide, LDK ka nevojë për unitet, për reflektim të thellë dhe një fazë të re, të sinqertë brenda vetes. Ka nevojë të dëgjojë më shumë, të hapet më shumë, të rinovohet më shumë e më guzimshëm. Për këtë arsye, duke marrë përgjegjësinë që më takon, si kryetar do të thrasë menjëherë kuvendin e lidhjes demokratike të Kosovës dhe para tij do t'i shpalosi e shfrytojmë të gjitha çështjet përfshirë dhe përgjegjësinë time që mbaj unë si kryetar i kësaj shtëpie të demokracisë. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe kandidati për kryeminist Ramush Haradinaj hodhi poshtë mundësinë e një bashkëpunimi me lëvizjen vetëvendosje si partia e parë. Ndërkohë ai ka shprehur gatishmërinë e tij për partneritet me Partinë Demokratike e Kosovës dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës. Ne jemi dakord që të veprohet me shpejtësi të krijohen institucionet e vendit, pra të mos vënohet më Kosova, për të pas qeveri Kosova, tani duhet presim edhe një marrëveshje mes LDK-s dhe PDK-s, për shkak se e dim se blokada është shkaktuar një vit nga kurti dhe vetëvendosje, por pashtu nuk kemi pa një gatishmëri të këtyre dy partive për një marrëveshje, edhe këtë për mi thjeshtu kush ka kryeministri. Aleanca nuk ka qitë kushte dhe nuk qet kushte për opozitën, por tani është momenti që të reflektojmë gjithë pra të mos e vonojmë vendin nga ne të dy partit, LDK dhe PDK, e kanë një partner dhe jemi të gatshëm bashkëpunojmë me ta për t'i dhënë vendit shumicën. Ishte Ramush Haradinaj. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Berlini zyrtar përshëndet qytetarët dhe institucionet e Kosovës për mbarvajtjen e zgjedhjeve parlamentare të 28 dhjetorit. Përmes rrjeteve sociale, ambasadori i Gjermanisë në Prishtinë uroi për procesin e qedet demokratik. Presim me pa durim të punojmë institucionet e sapo formuara, apelon Reinhard Rudolf. Për ambasadorin e Gjermanisë, ky mesazh vjen si shprehje mbështetjes për procesin demokratik në Kosovë dhe angazhimin për bashkëpunim. Raportuesi i Parlamentit Evropian për Kosovën kërkon që rezultati i zgjedhjeve të jap fund bllokadës politike me një kosto prej miliona eurosh nga financimet e Bashkimit Evropian. Rio Teras vlerësoi se kryeministri me mandat teknik Albin Kurti tani ka një mandat të qartë dhe përgjegjësi për të qeverisur në mënyrë më pragmatike. Rezultatet e zgjedhjeve në Kosovë duhet të japin fund bllokadës politike, e cila i ka kushtuar vendit miliona euro nga financimet e Bashkimit Evropian. Kryeministri Kurti tani ka një mandat të qartë dhe përgjegjësi për të qeverisur në mënyrë më pragmatike, shkruan Teras në rrjetet sociale. Kryetari i Prishtinës përparim Rama kërkon reflektim nga Lidhja Demokratike e Kosovës mbi rezultatin e zgjedhjeve të parakohshme duke vlerësuar më të dobët se sa pritshmëritë. Qytetari i parë i Prishtinës kërkoi nga opozita të jetë më qartë në qëndrimet e saj dhe më e zëshme në shtyrjen e proceseve përpara. Thirrja e tij është për një qeveri të zhvillimit e jo të sabotimit. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama përgëzon Albin Kurtin për fitoren e vetëvendosjes në zgjedhjet e parakohshme parlamentare. E ka mëruar kryeministrin e rizgjedhur të Kosovës për fitoren domethënëse dhe uroi që mandati i konfirmuar nga populli për Albinin e për partinë e tij të kthehet në sukses e në mbarësi për Kosovës, si edhe për marrëdhënien vllazërore mes dy shteteve tona, shkruan Edi Rama. Fitore e Albin Kurtit u përshëndet nga presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj, vlerësoi rezultatin e zgjedhjeve në Kosovë duke uruar kryeministrin për procesin demokratik. Në një reagim publik, Begaj theksoi se qytetarët e Kosovës shprehin vullnetin e tyre për institucione të reja qeverisëse, duke shprehur besim se kjo votë të shndrohet në përgjegjësi institucionale, do të jap rrugë një të ardhme më të drejtë, të pegat dhe europiane për vendin. Edhe ministre për Europën dhe punët e jashtme Lisa Spiropali uroi qytetarët për mbajtjen me sukses të zgjedhjeve të fundit parlamentare. Shqipëria dhe Kosova ecin së bashku për krah, me një zemër, një zë dhe në rrugë europiane, sepse ajo që na bashkon është më e madhe se çdo kufi, shkruan Elisa Spiropali. Urimeve nga Republika e Maqedonisë së Veriut ju bashkua zëvendës kryeministri Arben Fetaj. Jam i bindur se ky mandat i fuqishëm do të shndrohet në punë të guximshme, vendime të drejta dhe rezultate të prekshme që forcojnë shtetin dhe përmirësojnë jetën e të gjithë qytetarëve të Kosovës, deklaroi Arben Fetaj. Duke folur në emër të qeverisë së Republikës Maqedonisë së Veriut, ai deklaroi se pret me padurim vazhdimin e bashkëpunimit dhe realizimin e projekteve të përbashkëta me synim ndërtim në një Ballkani më të zhvilluar, më të begat dhe më të sigurt. Kryetari i Kuvendit të Republikës Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, përgëzon mbajtjen e suksesshme të zgjedhjeve parlamentare në Kosovë.
Ai tha se qytetarët kanë treguar kulturë dhe pjekuri demokratike duke shtuar se mbeten të përkushtuar në forcimin e marrëdhënieve të shkëlqyera fshinjësore dhe vllazërore. Ky rezultat zgjedhor konfirmon besimin dhe mbështetjen qytetare për vizionin dhe përkushtimin e lëvizjes vetvendosje, deklaroi kryetari i Kuvendit të Republikës Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi. Nga koalicioni i qeverisës në Maqedoninë e Veriut reagoi dhe kryetari i komunës së Çajirit. Izet Mexhiti përgëzoi Albin Kurtin për rezultatin e zgjedhjeve. Zgjedhjet demokratike të zhvilluara e rikonfirmojnë që Kosova tashmë ka një traditë të mirëfillt demokratike, ku ka garë të ndershme dhe të drejtë, deklaroi Izet Mexhiti, ndërsa kryetari i komunës Tetovës Bilal Kasami uroi që procesi i formimit të institucioneve të shkojë shpejt e mbar, duke reflektuar vullnetin e shprehur qytetar. Nga opozita shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut reagoi kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim. Ali Ahmeti përgëzoi qytetarët e Republikës Kosovës për procesin zgjedhor në të cilën dëshmuan maturi dhe pjekuri të lartë demokratike. Kosova ka nevojë për stabilitet, zhvillim dhe vizion të qartë shtetëror në shërbim të qytetarëve të saj, si dikush që ka dhënë kontribut për lirinë e Kosovës dhe që beson thellë në të ardhmen e saj. Dëshiroj që Kosova të ecë përpara me hapa të sigurt duke forcuar aleancën e saj strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkimin Evropian, shkruan Ali Ahmeti. Ndërsa Arben Taravari nga Aleanca për Shqiptarët tha se lajmet nga Kosova flasin për fitore të vetvendosjes dhe Albin Kurti, të cilin populli besoi sërish drejtimin e vendit. Aktualitet. Koalicioni pro familjes dhe jetës si dhe diaspora shqiptare dërguan në gjykatën kushtetuese ligjin për barazinë gjinore. Depozitohet një kërkesë padi prej afro 200 faqesh për anullimin e këtij ligji që sipas tyre godet familjen dhe fëmijët. Sot është dita e parë e punës pas pushimeve të Krishtlindjes, që është e hënë. Dhe ne shkojmë në gjykatën kushtetuese, Koalicioni Shqiptar pro Familjes dhe Jetës, së bashku me Forumin Mysliman të Shqipërisë, së bashku me Diasporën për Shqipërinë e Lirë, dhe natyrisht që do të ketë edhe palë të tjera të interesuara që do të bashkohemi në gjatë rrugës për ta mbrojtur çështjen e familjes, të lirisë, të gjuhës, kulturës tonë dhe fëmijëve tanë. Dhe ne po shkojmë që të kemi mundësi ta pezullojmë zbatimin e këtij ligji, ta ngrimë menjëherë, kjo është kërkesa e parë. Dhe kërkesa e dytë që i kemi bërë gjykatës kushtetuese është që të analizoj ligjin, qoftë në formë dhe në përmbajtje, po dhe në mënyrën se si është votuar për këtë ligj në Kuvendin e Shqipërisë. Ligji për barazinë gjinore u miratua në Kuvend me 6 nëntor mes debateve dhe përplasjeve nga ana e Partisë Demokratike, të cilët e kanë cilësuar një ligj që shkatron familjen tradicionale dhe shoqërinë shqiptare. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.